Përshëndetje, miqtë e mi. Miqtë e vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Në këtë moment, mendoni personin tuaj të zemrës. Pra, në këtë moment që po shikoni këtë video, ju ka haruar ai ju? Pra, ju ka haruar? Mendoni në këtë moment dhe bëni pyetjen. Ju ka haruar dhe po ta zbuloj me anë të letrave, shenjave dhe gërmave. Personi juaj i zemrës nuk ju ka haruar. Ju merrni një lajm të shpejtë në duart tuaja nga ky person. Në këtë moment jeni pak e lindur dhe me këtë fash. Largoheni fashën dhe litarin, sepse ju jeni dashuri, ju keni një shpirt shumë të pastër. Jeni e dashuruar me këtë person. Mos u mërzisni, i flisni fëmijës tuaj të brendshëm. Ka shumë mendime pozitive për ju dhe nuk ju haron kurrë. Ai do të mbledh këto mendime dhe t'i vendos diku për të ndërtuar një jetë me ju. Është një person që ka fuqi dhe komandë. Pra, ka të pjesën e fuqisë dhe komandës dhe do që të komandoj vetë në pjesën e jetës që doni të bëni. Nuk ju haron kurrë, ju ka si kjo princesha e monedës. Një femër të kompletuar në çdo drejtim, të dashur, të sinqert, shumë intelekte, një femër shumë të fuqishme, në infinit, që ka një energji pozitive brenda vetes për t'i bërë të gjitha ato gjërat realitet në jetën e saj. Është një person që është i fokusuar pak tek puna dhe i kërkon gjithmonë vetes që të punoj fort për të realizuar ato ëndrat që t'i bëj realitet. Është një person shpirtëror dhe familjar dhe juve ju ka gjithmonë pranë. Edhe pse jeni larg, ai mendon për ju, vuan për ju. Është një person magjik, një mashkull shumë i përkushtuar për ju, që ju ka në çdo sekondë në mendje. Dhe me një lajm shumë të shpejt nga ky person. Kalor si shpatës tregon lajmin e shpejt që do të merrni nga ky person që ju dashuroni. Tani do të marrim me kë shtoj horoskopit rezonon kjo energji me luanin, me demin, me akrepin, me ujorin, me binjakët dhe peshqit. Kurse me shenjat me gërmat e alfabetit mund të rezonoj me gërmën S, me gërmën Ç, A, P, Ñ, X, Sh, N, Q dhe gërmën T. Faleminderit